Tregjit në Vlorë këtë fundvit më pak blerës, tregtarët në tregun e madh të qytetit të zhgënjur me situatën teksa pranojnë se fuqia blerëse ka rëndjeshëm, ndërsa theksojnë se çmimet nuk kanë ndryshuar, por largimi i të rinjve dhe pamundësia ekonomike sipas tyre ka ndikuar. Me shpresën se diçka mund të ndryshojë në ditët e fundit të vitit, edhe pse për tregtarët në Vlorë ka pak gjasa të ndodh, referuar situatës së krijuar. Ja, shumë e keqe, nuk ka një thare. S'ka në asteka të gjithë. Ja, rruga bot. Si prisni në këto ditë të fundit të vitit? Si ditë të tjera, edhe më kejpile. Ti mendoni s'ka lek çfarë? S'ka lek. Pensionista me 100 lek marr atje. Çfarë po blen më shumë njerëz këto ditë? Ça blen asgjë, ça blen. Zakonshme, ja, ça do blen. Më përpara bleni me shumë si janë këto. Si vetë më keq në ditë vëtë. Asnjë s'ka kurrë. Kam rritje çmimet. Jo, që janë në rrugë, mallis policare. Njerëz janë pa punë, pa gjë. Ikën gjithët ashtu të rinë. Kanë ngërë vetëm plek. Ja, çka kanë, ja si vim për ta plek. Me 200 lekë janë. Tani, çdo njeri ka dalë për të ushqyer, gjërat janë më se të lira, është muaj i festave, gëzuar të tërve. Tani, çdo gjë, siç e shikoni, ose popullsi nuk ka, njerëz janë të larguar, shumica e njerëzve nuk kanë ardhur. Presim që të na vinë që të ushqejmë edhe neve. Duke në Shitja është çik dobët, në përgjithësi jo vetëm tek ne, po në përgjithësi nuk ka fuqi blerëse. Çmimet janë më se të arsyeshme, më kupton në muajin dhjetor. Vitet e kaluara ka qenë çik më shtrenjtë mandarina, portokallja, domatja, spec moll, tani është më se normale tani që të marrësh në muajin dhjetor kilën e domates 70 lekë apo kilën e sallatorit apo qepën apo pataten janë më se normale. Tani fuqi blerëse nuk ka, tregu shumicës nuk ka si ka ulur, as si ka ngritur, janë më se normale. Inshallah, presim që të na vinë njerëz që të ushqejmë si neve dhe ata ta kalojnë festën e gëzuar. Kanë qenë shitjet. Po shitja shumë e plot, po shesëm. Duke shikon tregtarët do ti, po mbushin çamdat flota. Ja, shikoj. E thua me ironi na thuaj si. Jo, se ja, shikoj, ka mbushin çamdat flot, goj. Ka? S'ka njerëz për me vjet. Po s'ka njerëz, ku ka njerëz, ja, bosh. Ç'a do të bëjmë atë? Kur janë ditët që ka më shumë flut me nga vizitimi. Ua, na shimbaj me ato na vita tjera që mua më shbet turi si turkomari. Jenë vetë ti bë. Nuk ka mbaruar, iku ajo, ka ngellë vetëm pleqëria këtu. Rinia ka iku. Rinia shkret iku edhe po vojnë ne po bëjnë, neve po vojmë këtu. Por jo vetëm tregtarët, por edhe konsumatorët pranojnë se edhe pse ditë festash nuk arrin të marrin gjitha produktet e dëshiruara. Sipas tyre çmimet, por natyrisht gjendja ekonomike ndikon tek këta të fundit. Keni bler për vit të ri si vjet? Ma dha i gjatë ja rrovat që shqy, na dham 100.000 lekë, ploti kemi. Ma ka dhënë 100.000 lekë, ta them sinqerisht, nuk të gënjej. Me ato 100.000 lekë, unë marr vetëm për ilaçet e zemrës të më operuan zëmresh. Me fakt, jo kështu, me fakt. Marrin 170.000 lekë ilaçe në muaj. Po për të blerë për vitin e ri, çfarë do blini? Çfarë keni menduar? Do bëni shpenzime shumë? Unë kam të shkarkuara të gjitha, po mori plaka do haun, se me plak një akshua sa ndisur. Po mori plaka do haun, po mori plaka edhe unë, shëndet u vejnë barë edhe juve. Ulja e fuqisë blerëse ndihet edhe këtë fundvit edhe në tregjit e qytetit të Vlorës. Sipas tregtarëve nuk ka konsumator, ndërsa pamundësia ekonomike ka ndikuar në uljen e fuqisë blerëse në këtë fundvit.